A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dhe së dashur, sot desha me fol diçka sa i përket hifzit të Kur'anit. Me mësu përmendesh Kur'an, me memorizu fjalët e Zotit subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala I ka lavdrua dietarët se ata e kanë Kur'anin në gjoksat e tyre. Thot Allahu në surën Ankebut, ajeti 49, bel huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Këta, pra ajetet e Kur'anit janë të qarta në gjoksat e atyre të cilëve kemi dhënë dije. Pra Zoti I lavdron dietarët se e kanë Kur'anin në gjoksat e tyre. Kjo është një vlerë. Më thonë Allahu me të lavdrua pse e ki Kur'anin në gjoksin tënd, e kësu përmendesh. Kjo është një ajet. Ka shumë hadithe, pejgamberi alayhi salatu wassalam I ka lavdrua hafizlerët, ata që mësojnë Kur'anin. Kur themi hafizlerët, është për qëllim këtë Kur'anin ose diçka pi Kur'anit. Nuk është patjetër me mësu këtë Kur'anin. Kjo më e mira. Por hafizlerët janë grada. Kemi hafizlerë që mëson një gjuz, 5 gjuza, 10 gjuza. Kështu që është mirë sa më tepër që mëson Kur'an përmendesh, do të ki gradën më të lartë te Zoti. Do të përmendim disa hadithe ku pejgamberi I kanë nxit sahabët, edhe neve, që të ndarmi të mësojmë Kur'anin. Në një hadith ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Mathalu alladhi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa hafidhun lahu", shembulli I atij I cili lexon Kur'anin dhe është hafiz, ma'a as-safarati al-kirami al-barara. Ky person do të jetë bashkë me melaçet që hecin. Allah I ka lavdruar ata hafizler që lexojnë Kur'anin, që do të jenë bashkë me melaçet. Kjo është një lavdrat. Kjo është një vlerë e madhe për këta njerëz. Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "Inna min ajlillahi ikrami dhi shaybil muslim." Prej madhërisë ndaj Zotit, ka thënë sa është ta nderosh plakun. Si madhrot Allahu duke nderu plakin. Tjetër çka? Wa hamilil Kur'an. Ta nderosh edhe bartësin e Kur'anit. Kush është bartësi? Janë hafizlerët. Mi nderu këta njerëz. Gjithashtu për sa thot wa ikramu dhi sultanil muqsit, edhe me nderu një sultan, një prijes, një kryetar I cili është I drejtë. Çdo tre njerëz mi nderue është madhrim ndaj Zotit. E njëri prej tyre ishte hafizlerët. Pra më thonë mi nderu këta njerëz e ki madhruar Allahun. Pa kjo është një vlerë e veçantë. Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "Yuqalu li sahibil Qur'ani iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fi dunya." Do t'i thohet hafizit ditën e Kiametit: Lexo, ngritu, dhe do të ngritesh deri tek ajo grada me të cilën e ke ditë nga ajetet. Po atë sa ajete ka në Kur'an, aq grada do të ngritet hafizi I Kur'anit. Pra aq ajete ka mësu përmendesh. Pra më dhe kjo është një vlerë e veçantë. Në një hadith tjetër, pejgamberi ka thonë: "Men 'allama ayatan min kitabillahi kana lahu thawabu ma tuliyat." Kush mëson dikujt një shkronjë, një ajet prej ajeteve të Zotit, atë sa do lexohet ai ajet Kur'anor mbi tokë, atë sevap do t'i shkojnë atij I cili ja ka mësu. Edhe kjo është një vlerë për ata mësuesat e Kur'anit, nga se çdo ajet që lexohet, hisja I shkon sevapi edhe atij I cili ja ka mësue Kur'anin. Në një hadith tjetër, pejgamberi ka thonë: "Lau jumi'a al-Qur'anu fi ihabin ma ahraqahu Allah bin nar." Ka thonë pejgamberi sikur Kur'ani tu kishte mlidhur në një lëkur, që ajo lëkur nuk ta prek ke zarmi I xhehenemit. Në lëkur që nuk është pjesë e njeriut, që ajo lëkur nuk e prek zarmi. Para mendoni vëllezër, këtu kanë thonë dietar, pejgamberi ka treguar, para mendoni një trun që është mbledh Kur'ani. Ku aty në një lëkur që gjindet Kur'ani nuk e djeg zjarmi. A thumë në një trun, në një zemër që është mbledh Kur'ani, inshallah me lenin e Zotit, nuk e djeg zjarmi I xhehenemit. Imam Ahmedi rahimahullah ka thonë kjo hadith flet për vlerën e hafizlerave, ku shpresohet që mes mi djegën zjarmi I xhehenemit, sidomos ato pjesë ku është Kur'ani, sidomos truni edhe zemra. Pra është një vlerë e veçantë.
Përsa ka thonë një hadith tjetër, inna alladhi laysa fi jawfihi shay'un min al-Qur'ani kal-bayti al-kharib. Në një gjoks, në një zemër që s'ka Kur'an, nuk ka përmendesh, kur gjë s'din. Ka thonë është sikur shembulli i asaj shtëpisë që është e braktisur. Ai ka pa shtëpi që janë braktis, nuk ka jetë. Ajo prishet, ajo ka pluni, ajo bot i vjen era keqe. Në shtëpia që ka njerëzi, ajo shtëpi gjallërohet. Ashtu është edhe zemra e njeriut. Asa më tepër ki Kur'an në zemrën tënde, në trunin tënd, ti do të jesh, më thonë, ta kesh zemrën më të gjatë. Kjo ishte për vlerë. Një vlerë tjetër, hafizderët, pejgamberi sa mi ka veçue në 3 raste. E para i ka veçu kur falmi namaz. Pejgamberi sa ka thonën, ja ummul qaume akra'um li kitabillah. Në dale imam, a i cili është më hafiz, a i cili ka më shumë Kur'an. Pra se janë 2 veta, njëri di 10 gjuza, tjetri di 5 gjuza. Kujna japim përparësi? Japim përparësi a i cili di më shumë Kur'an, a i cili di 10 gjuza. Pra se ka thonë, jepni këti përparësi. Ta si e më thonë, ku ka hafiz lerë, ata dalin imam, ata na falin namaz. Kjo është një vlerë. Pra me besam i ka nxjerrë për para, hafizderët me na falë namazin, që është namazi shtylla më e madhe e Islamit. Këta njerëz do të më dalë përpara. Kjo është një përparësi. Përparësia tjetër thuhet nga Ibn Abbasi se Omer radhiyallahu ka pas një grup të ulemave ku ngrije i ka qitë hafizderët. Ku ka pasat me gjlisin e konsultimit e marrëveshjes, hafizderët i kanë nxjerrë në krye të vendit edhe me ta u ka konsultuar. Nga se ka thonën, këta njerëz e kanë Kur'anin, këta më thonë na këshillojnë neve. Pra më thonë këshire, edhe të parët musliman, këta njerëz i kanë veçu. Gjithashtu për mësëm i ka veçue hafizderit e dikur, edhe në varë. Si ka ndodhë kjo? Në luftën e Uhudit, kur vdiqën shumë hafizder, pejgamberi s.a.s. tha, kush janë ata hafizderët? Jepni përparësi në varim. Këta shtini përpara në tokë. E kjo të rinë ulemaja, pra nësëm i veçoj edhe në gjatë procesit së varimit, i veçoj hafizderët, duke i vendosë ma shpejt në tokë. Edhe kjo është një vlerë. Edhe në fund desha me përmend një mesele, si ta mësojmë Kur'anin. Këto është ajo metoda. Ulemat kanë përmend 4 metoda. Metoda e parë kanë thonën e tahdir. Tahdir çka i bje? Para përgatitja hifzit. Do me mësu një faqe, ose do me mësu një sure. Një dush me para përgatit. Çka i bje kjo para përgatit? E parë e bje me lexu. E merë lexon 1 herë, 2 herë, 5 herë, 10 herë një sure. Problemi ka të ne, me një të lexume do me mësu surën. Jo. Dush me bo tahdir. Dush njerë me lexu mirë surën, që kur të kthehesh me mësu, tani mëson kollaj. Si bo tahdirin ndryshe, duke e ndëgju. Do me mësu do ajete, gjys faqe, merë ndëgjeje. Ose e lexon, ose ndëgjon. Deri sa ta pjekish mirë leximin. Kur kemë pjek mirë leximin, tani edhe vjen edhe hifzi. Gjithashtu këtu ka thonë dietarët, është mirë kush do me mësu Kur'an, mes me mësu vetë. Po me pas një hoxh, një hafiz, kur do të do të shkon çdo ditë do ta thotë dersin. Atë mësimin që e ka mësuar duhet më thon para hoxhës, nga se kështu është rendi. Ti ndoshta e mëson gabimisht. Kush ta përmirëson gabimin? Ta përmirëson hafizi. Thotë çtu e ke gabim, çtu përmirësoje, çtu forcoje. Më thon për këtë arsye hifzi bëhet me hoxh. E para prap tahdiri. Para përgatitja. E dyta nga thonë dietar memorizimi. E ke lexuar mirë faqen. E lexon rrjedhshëm. Tani nalesh e mëson. Si e mëson? Ka thonë dietar e ndon ajetin e sash i gjatë, e ndon disa pjesë. Edhe nis pjesën e parë, pjesën e dytë, pjesën e tretë, derisa e përsërit disa herë e derisa e mëson. Kjo është më thon hifzi. Gjithashtu tani i lidh ajetet mes veti. Shumë ne kemi mësuar kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad. E kemi thënë 10 herë, e mësove. Tani delte Allahu samad, Allahu samad, Allahu samad, e përsërit disa herë. Tani i lidh ajetet mes veti. Kul huwallahu ahad, Allahu samad. Kështu që më thon me lidh ajetet mes vetë. Kjo ishte më thonë e dyta tahfidhi. E parë ishte tahdiri, e dyta tahfidhi. E treta kanë thonë ulemat të thbiti. Çfarë bëj të thbit?
i be përforcimi. E kemi mësu faqen, e kemi mësu surën, këtë rregull e ke thonë para hoxhës, por ka nevojë të përforcohet kjo. Duhet më me përsërit, edhe pasi që e kemi mësue, ja donë në ditë e ndëgjon e përsërit. Edhe kjo është forma e tretë dhe e katërta, ka thënë dietar, el muraja'a, përsëritja. Je bu hafës, ose ke mësu 5 gjuza, ose ke mësue, duhesh me i përsërit. Nëse nuk i përsërit, vjen dita i ki haru ato që i ke mësu më herët. Dhe si më thonë, përsëritja është shumë më rëndësi për hafizden. Pra kështë një këshillë se si më ardhën dhe tek hifzi Kuranit, Allah e mësof që ta mësojna Kuranin, të jetë Kurani për neve argument, ditë në kiametit mos jetë kundër neve, vazhdojmë nesër, wa aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.